të drejt për drejt për të gjitha ta që janë revoltuar dhe janë rreshtuar edhe kundër meje personalisht, pasi pan aktin e neveritshëm të tërheqjes zvarr të njërit prej protestuesve në Zvërnec. Ju kam dëgjuar, ju kam lexuar dhe ju kuptoj shumë mirë. Madje ju siguroj që në vendin tuaj edhe unë po njësoj do revoltohesha dhe do rreshtohesha kundër qeverisë dhe kundër kryeministrit sidomos. Sepse do të nduke e tmerrshme që disa roje private sigurie në sytë e policisë së shtetit tim, pas një gardi me tela me gjëmba, të ulërinin si kafsh dhe të merrnin nga jashtë brenda një njeri në të drejtën e vet, ta tërhiqin zvarr nëpër plazhin e rrethuar, e pastaj policia të thoshte që i zvarritur ju fut vet në pronën private dhe në këtë mënyrë ta relativizonte dhunën, ndërkohë që duhet t'i kishte arrestuar aty në vend ata që e morën zvarr protestuesin. Ju mirë kuptoj dhe mbase duke pasur parasysh se çfarë kam bërë